fortesën e Elbasanit si bazë operacionesh. Këtë herë, ushtrit osmane do të qëndronin gjatë gjithë vitit në Shqipëri. Rregullat e luftës tradicionale u braktisën dhe kjo ishte luftë totale. Në vitin 1467, Shqipëria qendrore kishte vuajtur nga sulmi i dytë kryesor i ushtrisë turke, i udhëhequr personalisht nga Mehmet Pushtuesi. Mehmeti kishte mësuar nga dështimi i sulmeve më të hershme osmane kundër Shqipërisë Skënderbeu, edhe vendosi të ndryshonte radikalisht taktikat, edhe të përdorte strategjinë e luftës totale. Ai e kishte kuptuar se aleati kryesor i Skënderbeut ishte natyra shqiptare, pyjet edhe terreni, si edhe vendet e fshehjes së popullsisë shqiptare nëpër male. Për këtë arsye, ai vendosi të shkatërronte një pjesë të pyjeve edhe të pastronte pyjet përgjatë rrugëve kryesore. Skënderbeu kishte nevojë të ngutshme për para dhe furnizime. Në dhjetor të vitit 1466, ende në luftë, ai vendosi të shkonte në Rom dhe pastaj në janar të vitit 1467 të shkonte në Napoli për të bindur papën Pali II dhe mbretin Ferdinand t'i jepnin ndihmën për të cilën kishte kaq shumë nevojë. Por në atë kohë ishte vërtet shumë vonë, sepse italianët thjesht e kishin humbur interesin tek Shqipëria. Edhe për ta Skënderbeu ishte vetëm një humbës. Ata e dinin se çështja politike, çështja e të ardhmes së Shqipërisë qendrore, tashmë ishte vendosur. Ajo do të binte në duart e sultanit osman. Skënderbeu u kthye natë dhe i pakënaqur nga rezultatet e vizitave. Në prill të vitit 1467, ai arriti një tjetër fitore, duke shpartalluar ushtrinë osmane që po vinte të ndihmonte Balaban Pasha. Rrethimi u hoq. Në atë betejë, Balaban Pasha u zë në Kurth ndërmjet ushtrisë së Skënderbeut dhe garnizonit të Tanush-Topis dhe u plagos rënd e më pas vdiq. Venecianët i kishte shqetësuar më shumë ndërtimi i fortesës së Elbasanit se sa shkatërimi i Shqipërisë. Elbasani kishte një pozicion të favorshëm buzëllumit Shkumbin që ishte i lundrueshëm. Këtë pozicion turqit mund ta përdornin për të arritur në detin Adriatik me anijet e tyre. Këtë herë, qytet-shtetet e Italisë u shqetësuan. Roma, Napoli, Venediku dhe Milanoja trembeshin se sultani nuk donte vetëm të zhdukte shqiptarët, por edhe të hidhej në Itali. Nëse larg qoftë bregu shqiptar pushtohet, i shkruante Senati Venecian Papës Pali II, armiku mund të vijë në Itali, kur ta gjykojë momentin e dur me gjithë pakënaqësinë e madhe të gjithë krishtërimit. Në korrik të vitit 1464, Mehmeti u kthye me një ushtri paq të madhe sa ajo e vitit kaluar dhe sërish u ndal para mureve të Krujës. Pasi nuk arriti ta merrte fortesën, Mehmeti e la ushtrinë të lirë të shkatronte me zjarr dhe hekur çdo cep të Shqipërisë. Shumë prej reparteve osmane u zunë në Kurthe dhe u shpartalluan nga Skënderbeu. Pas pak javësh, sultani u rikthye në Konstantinopoj, i mundur e i poshtëruar.
Skënderbeu bëri thirrje për një kuvend të fisnikëve shqiptar. Kuvendi do të mbajë në Lezhë, ndërkohë që një ushtri osmane marshonte nga veriu drejt Shqipërisë. Ditët e fundit të jetës së Skënderbeut kanë qenë subjekti i historive dhe legjendave të shumta. Varianti më popullor është që ndërsa ende i në përpyet e Shqipërisë, i doli para angjëlli i vdekjes. Skënderbeu e sfidoi angjëllin e vdekjes në luftim, por më pas e kuptoi se ky guxim ishte i kotë dhe e pranoi se edhe ai duhet i dorëzojë vdekjes. Skënderbeu po përgatitej të përballej me armikun kur papritur e zun ethet. I lodhur nga sprovat e shumta, ai nuk i rezistoi dot sëmundjes. Gjergj Kastrioti Skënderbeu vdiq më 17 janar të vitit 1468. Ai u varros në katedralen e Shën Kollit në Lezhë, në të njëjtin vend ku ai dhe shqiptarët një çerek shekulli më parë kishin farkëtuar lidhjen e tyre kombëtare. Lajmi i vdekjes së tij u prap në të gjithë krishterimin. Menjëherë, Senati i Venedikas dërgoi arkipeshkvin e Durrësit për të marrë leje nga Eveja dhe djali i Skënderbeut për të mbrojtur Krujen dhe forteset e tjera me garnizone veneciane. Leja u dha. Vdekja e Skënderbeut la një boshllëk të madh në Shqipëri. Djali i erojit, Gjoni, ishte vetëm 14 vjeç dhe ende shumë i ri për të zënë vendin e babait. Ai u largua nga vendi bashkë me nënën e tij, Donika Kastriotin, për të vendosur në mbretërinë e Napolit. Pas vdekjes së Skënderbeut, e gjithë familja e Kastriotëve u largua në Itali, ku u pritën menjëherë me ndere të shumta.